në diaspor, me thonë të ashtu me sinceritet, xhamit kanë një rol edhe ndikim shumë atë masë sa xhamit që i kemi këtu në vendin tonë. Në diaspor, me thonë xhamia ndash konsidereje si lloj universiteti, ose si lloj fakulteti, si lloj shkolle, si qender ku të bohen besimtarët, po edhe jo besimtarë ka raste që vinë aty, vinë edhe të komuniteteve të tjera, ose si kopsht ku shkoj fëmia, ose si këshillimore ku këshillohen të rritë edhe të rejat, dhe në fund është edhe faltore ku falet namazi, edhe ku ligjerohet, po është vend edhe argëtimi, dëfrimi, rekreimi, kuptohet argëtim, dëfrimi, rekreimi në halal. Dhe është vend konsultimi ku konsultohen besimtarët me njëri tjetrin, dhe nëse ka mbet ndonjë institucion që është i sigurt që po e ruan identitetin e popullatës sonë në diaspor, sinqerisht po them, edhe për ata që janë praktikues të fesë, le të shkojnë se aty është xhamia. Aty ligjerohet shqip, aty flitet shqip, aty mendohet shqip, aty jetohet shqip, aty jetohet dhe përjetohet ajo tradita e ngrohtë që kemi pas shekullore, ajo kultura jon, edhe gjuha jon e lashtë të cilën e kemi. Andaj kush dëshiron ta ruan veten, familjen e tij, nuk gjen dot ndonjë institucion në Evropë që ka me i ndihmue me rujt prej asimilimit siç është xhamia, siç janë këto shtëpitë e Zotit, që dita ditës në për Evropë po lullëzojnë edhe po shtohen, dhe evropianët çdo sene monitorojnë edhe shikojnë, edhe po e shohin se shqiptarët të cilët shkojnë nëpër xhamia janë shumë ma të edukuar, shumë ma të sjellshëm, shumë ma të kulturuar, edhe shumë ma pak problematik, sepse ne nuk i friksohemi veç ligjit, na mas pari friksohemi Allahut. Andaj, ai që i bën sejdë Zotit, ai se vjedh shtetin austriak, shtetin gjerman, shtetin zvicran, italian apo tjetrin. Ai nuk i bën keq shtetit, po çka mundohet me dhon kontributin, edhe ato të mira që i ka përfituar prej atij vendi, me i kthy prap aty me punën edhe edukimin. Dhe po i shohim tash tritë edhe trejat nëpër xhamia nëpër Evropë, kritikien nëpër universitetet të Syrit, apo të Parisit, apo të Brukselit, apo të Londrës, apo Gjenevës, kritikie nëpër universitetet ma prestigjioze. Edhe sot në çdo drejtim elhamdulillah kemi prej komunitetit tonë atje që na përfaqësojnë denjësisht edhe e përcjellin mesazhin se Islami është kjo feja që ne e mësojmë nëpër xhamia.